Joella Bame nga Korça në Forbes 30 Under 30 për revolucion në shkencën globale. Një tjetër histori suksesi shqiptar, ka tërhequr vëmendjen e botës akademike dhe shkencore. Joella Bame, studiuesja e re nga Korça, është përzgjedhur nga revista prestigjioze Forbes në listën elitare 30 Under 30, duke u renditur në 30 të rinj me ndikim të madh global në fushën e shkencës dhe mjekësisë. Ky vlerësim i jashtëzakonshëm vjen si rezultat i kërkimeve të saj novatore mbi sëmundjet neurodegenerative, përfshirë Alzheimer disease dhe amyotrophic lateral sclerosis, me synimin për zbuluar mekanizmat biologjik që qëndrojnë pas plakjes dhe rigjenerimit të trurit. Joella ka arritur të identifikojë orët biologjike që kontrollojnë riparimin dhe plakjen e trurit, si dhe të zhvillojë metoda që mundsojnë zbulimin e shenjave të degenerimit muaj përpara se simptomat të bëhen të dukshme klinikisht. Kjo qasje revolucionare mund të hapë horizonte të reja për diagnostikimin dhe trajtimin e hershëm të sëmundjeve neurologjike. Prej vitesh Joella jeton dhe punon në Shtetet e Bashkuara dhe në United Kingdom, duke ndërtuar një profil të spikatur shkencor, duke bashkëpunuar me institucione prestigjioze, përfshirë University of Oxford.